përpara se dalim edhe tek ajo pjesë profesorish, unë me shumë me emocione pranova dhe faktin që do të flasim për dy gra që kanë kontribuar shumë në këtë mision. Zonja Anife, e cila tashmë është pensionuar, 45 vite, nëse nuk gaboj, keni kontribuar në atë mantilin e bardhë të shejt pranë shumë njerëzve para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës. Goxha punë e gjatë, emocion i veçantë, duke qenë se ke qenë edhe nonë, edhe bashkëshorte, edhe, po prapë se prapë s'ke hek dorë asnjëherë prej infermierisë. Tregona pak për edhe bëma dhe krahasimin, sepse ndryshe ka qenë roli i infermierisë para luftës, ndryshe e dim kushtet gjatë luftës, u përmirësuan pak mbas luftës pastaj. Unë tash me fol për përvojën 45 vjeçare është do të kohë gjatë, po një përmbledhje të vogël. Në fillim, kur jam punësu, kom punu në urgjencë, 2 vjetë. Do të thotë, edhe aty kemi dhënë një kontribut shumë të madhë. Përveç rasteve, aksidenteve tjera, na kemi shku edhe në për shtëpia, i kemi vizitu pacientat të cilët nuk kanë mujtë me arrit, do të thotë me ardhë për shkak gjendjes shëndetësore në institucion. Ka qenë një kënaqësi shumë e madhe me ju ndihmu njerëzve, me të vërtet. Edhe para luftës na kemi qenë, ndoshta me të vërtet, me shkollim të mesëm, kanë qenë gjeneratat, po ka qenë bashkëpunimi shumë i madh mjek infermier. Ajo hallka, si një familje kemi qenë. Pandashme. E pandashme. Mandej, kom shku në Shkupe, kom kry një farë trajnimi për EEG, 22 vjetë kom punu në EEG. Derin luftë. Pacientat në kanë respektu tepër. Se e kanë pa që me të vërtet na kontributin që e japim me zemër, jo vetëm me thonë që po punoj, me këqyr orarin e punës edhe hajtë të shkojnë në shtëpi. Kanë ndodhë ndonjëherë fëmijët kanë prit, po në denë 4, denë 5, ndonjëherë edhe denë 6 që janë këthy në shtëpi. Se ke lënë pacientin në gjysmë. Se udhtojshin, prej krejt Kosovës në atë kohë, e ka pas veç Prishtina edhe Prizreni. Pastaj, prej këtyre viteve, erdhe periudha e luftës? Po, erdhe periudha e luftës, por na edhe gjatë luftës kemi dhënë kontributin tonë shumë të madhë. Do thot infermieria para luftës, gjatë luftës edhe pas luftës, me të vërtet ka dhënë një kontribut shumë të madhë, edhe ka pas një vullnet tepër të madhë me ju ndihmu pacientave, sidomos gjatë luftës, për në çdo kohë, natën, ditën, s'kemi këqyr as orar, as orë, as kur do që kanë pas nevojë. Shumë kësha dashë të zonja Anife mundal të kjo pjesa e luftës, sepse është e ndjeshme, është emocionale, edhe pavarësisht që jemi gjenerat ma e re, na prek rrëfimi, të kujtohet, ndoshta ndonjë rast i kohës. Kemi shumë raste edhe shpesher me kolegët kur kemi pauza, thojmë, nuk do të flasim kurma për kohën e luftës. Po sa herë të bohemi, spontanisht vjen biseda edhe gjithmonë fillojmë në folë për kohën e luftës, që ju kemi ndihmu njerëzve, do të thotë, kanë qenë në atë kohë, na as nuk e dishim çka po ndodh në për fshatna të ndryshme. Vishin pacientat, u duke tinës me shku në për shtëpia, kemi pas shku me një doktoresh e syve ka qenë ajo të punojke në spital, unë edhe ajo shkojshëm kudo që njishëm që janë ose të maltretuar prej pushtetit, ose që janë të lëndum, kanë plagë, pra pa e ditë askush, po edhe konfidenca ka qenë shumë e madhe, me të vërtet. Do të thotë, kur policia shpesher i ka thirrë njerëzit me pyet që kush po ju ndihmon, kur nuk kanë tregu, do të thotë pacientat, sepse kanë qenë me të vërtet shumë të mirënjohës. Mandej, gjatë luftës na kemi shku edhe natën, kur ndodhi, se unë jetoj në Prizren edhe në Landovic, mandej, patën hynë forcat sërbe dhe patën ardhë disa familje. Na i kemi majtë shumë familje edhe din, do të thotë të gjithë Prizrenasit se kemi lëshu shtëpia, i kemi majtë familjet, ju kemi nejtë gati. Po në Kojshi patën ardhë një familje që i këshin lanë disa fëmijë s'kanë mujtë me i marë. Po ka pas edhe të plagosën. Po në mesin e atyne që atë kohë i qyshëm refugjat, gabim, ata kanë qenë njerë që kanë ikë prej trojeve të veta edhe kanë ardhë të thotë me ustrehu diku për me i shpëtu familjet. Në mesin e tyne ka qenë edhe një mjek, ortoped, bashkë me atë mjeku na shkojshëm natën, i mjekojshëm, kur dojshin ata me qajt, javë mshelë shumë gojën.
mos më nisen tonë kohën. Forcat Serbe kalojshin anë, edhe kemi qenë si familje në Shënjestër, e kanë përcjell gjithmonë, shpesh herë edhe na kanë bastis, e kanë këty murët, do të thotë, si kur ninjat, veç u mushke o borri. Kemi pas edhe shumë djemë, 3 familje e madhe kemi qenë, edhe... Ju kanë vëzhgu në stop? Në tonë kohën kemi qenë në vëzhgim, sepse edhe shkolla ka qenë, do të thotë, shtëpia jonë, gjimnazin atë kohë. Fëmijët u duh kemi marrë vullat, mi qut diku tjetër, mi më shef gjdo natë, do të thotë, para policëve. Po ato gjana me knaci kemi kry se kemi kontribu për njerëzit tanë. Edhe gjithmonë thojshëm që lumt ata që jesin pas luftës gjallë, kanë me u knaqë. Me siguri keni pas edhe rase kur ju kanë humb jetën pacientat gjatë luftës. Po, kemi pas djalin e Axhës, do të thotë burri e ka pas shumë i ri, 21 vjeçar, a e ka lënë këtu fakultetin, bashkë me djalin e kunatit tem, na nuk kemi ditë familja. Kanë shku drejtë në zonat luftës, plus djemë të ri disa prej familjes, plus djalin e tezës, do të thotë që e kanë vranë në Rogovë. Kemi shumë viktimat, kështu që me bë me i përmend, po njeri po emocionohet shumë, po e kanë dhënë gjakun për këtë ditë sot që po e gëzojmë. Dhe ti e betu me majtë këtë profesion, edhe pavarësisht i joti, apo i largët, ti e ke po njëjtë gjithmonë pacientin. Kur na kanë rretheku, do të thotë që na çunë për Shqipëri, nuk e kemi dita do të kthehemi më. Edhe unë jam betu gjithmonë, e kom dashur këtë profesion, por atje thojsha që kur kthehemi, nëse kthehemi ndonjëherë në Kosovë, edhe fshisën me madhonën do të fshi, veç kthehena në tokat tona. Kur u kthy mandej pat ndryshime këtu në shëndetësi, me njëherë na filluam me punu. Edhe në Prishtinë dul një farloj konkursi për trajnimin e trajnerave në nivel të Kosovës. Në atë konkurs mora pjesë edhe fatbarësisht u përzgjodha, edhe u bëna trajnere për edukimin e vazhdueshëm profesional për infermier. Edhe shumë me knatësi ke kontribu në ato vite.